Këta tinguj të pavdekshëm të mjeshtrit të muzikës së filmit Ennio Morricone mbushën mbrëmjen e së shtunës Tiranën. Në dirigjimin e djalit të tij, Andrea Morricone, artistët sollën për publikun emocionin e veprave ikonike të Ennio Morricone në koncertin e titulluar Morricone është im atë, organizuar në kuadër të Ditës së Evropës. Kolonat zanore të filmave të njohur, si Për disa dollar më shumë, Një herë në Perëndim, Misioni, Kinema Paradiso dhe të tjera që formësuan historinë e kinemas dhe muzikës, erdhën në këtë koncert si një përrallë muzikore që ndërthuri performancën, fjalët dhe imazhet, duke rikthyer partiturat në formën e tyre origjinale, pa përshtatje. Krahas performancës, rrëfimi i djalit tjetër, Marco Morricone, udhëhoqi publikun përmes kujtimeve dhe fragmenteve personale, duke krijuar një dialog midis kujtesës familjare dhe historisë artistike. Unë e shija timat fshehurazi në studion e tij teksa ai krijonte magji mbi pentagram. Isha vetëm 5 vjeç kur e admiroja atë person të ulur dhe të palëvizur si një gjigant që po shpikte diçka, edhe pse unë nuk e kuptoja çfarë. Në skenë u ngjitën dhe artistët me famë botërore, baritoni Alessio Quaresima Escobar dhe sopranoja Vittoriana De Amicis, të cilët përmes interpretimit të veçantë artistik i dhanë koncertit një dimension ndërkombëtar. Atmosfera e krijuar në shesh u karakterizua nga emocione të forta dhe duartrokitje të vazhdueshme të publikut shqiptar, i cili është i familiarizuar me muzikën e krijuar nga Morricone përmes disa prej filmave më të ndjekur ndër vite. Në këtë koncert ishin të pranishëm drejtuesit më të lartë të shtetit dhe ambasador, ndërsa organizimi i këtij eventi u bë me mbështetjen e qeverisë shqiptare dhe nën kujdesin e veçantë të kryeministrit Edi Rama. Madje para nisjes së këtij koncerti, kryeministri Edi Rama ndau edhe një moment bashkëbisedimi me ambasadorin e Italisë në Tiranë, Marco Alberti. Është bashkëpunim i yni me qeverinë italiane përmes ambasadës, por është bashkëpunimi i parë në histori ku financat e vëllezërve tanë dhe të motrës time në Rom janë pakic. Ennio Morricone ishte kompozitor dhe dirigjent legjendar italian. Ai ka fituar çmime të shumta si 2 Oscar, 3 çmime Grammy, 3 Golden Globe, 6 çmime BAFTA e të tjerë. Muzika e tij vazhdon të jetë e pranishme në koncerte, filma dhe kulturën popullore botërore. Faleminderit Triana!